Me që zhuri televizion jemi në hapësirën e intervistës ditës në orën 12 mbrëmjes së djeshme u zyrtarizuan pra edhe listat me kandidatët e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Sigurisht nga Partia Socialiste pam që kryeministri Edi Rama nuk e mbajti as fjalën e tij ku tha fillimisht që po e mendon nëse do jetë në listë apo jo apo në listë hapur. Në momentin që bën prezente listat, doli që kryeministri ishte në listë hapur. Kam kënaqësinë të kemi komunikim me Skype me Petrit Vasilin, deputeti i Partisë së Lirisë. Zoti Vasili, ju përshëndes dhe faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën. Zoti Vasili, po shohim që Partia Socialiste po vjen sërish edhe në këto zgjedhje me emra ministra apo deputetësh të cilët kanë 12 vite në pushtet. Pyetja rëndom që i vjen çdo kujt është këta deputetë, këta ministra, duke parë të gjitha skandalet ku është përfshirë qeverisja Rama në 4400 ditë qeverisje deri në këto momente, a kanë çfarë japin më vendit? Jo, ata nuk janë lista për t'i dhënë vendit, sepse në rast se do të kishin për t'i dhënë diçka vendit, do ta kishin bërë. Se vendit ata i kanë dhënë vetëm grabitje, plaçkitje dhe hajdutëri. Janë në lista për të mbrojtur prej lista, për të siguruar imunitete politike dhe sigurisht dhe një lloj imuniteti juridik, për të ecur në rrugën e pandëshkueshmërisë dhe për të mundësuar pra që të vazhdojnë të suportojnë, të votojnë, të mbështesin çdo lloj grabitje të re që do planifikohet nga Edi Rama dhe nga kjo qeveri. Nuk kanë asnjë rol tjetër ata. Ata u provuan në 12 vjet që përveç mjerimit të këtij vendi, edhe shpopullimit, e shkretuan këtë vend, nuk kanë se çfarë të japin më. Por sot, meqense skandalet e tyre për merit të opozitës janë sot në sytë të gjithëve, sa që detyrojnë edhe drejtsinë me regji që të bëjnë sikur bën një punë, sikur sikur heton e tjera, janë kaq të mëdha pra këto skandale, sa që atyre duhet mbrojtje. Dhe pikërisht për këtë arsye Edi Rama po bën listën e të mbrojturve, të preferuar ti, dhe njerëzit ata që janë më të mbrojturit janë dhe më të inkriminuarit me Edi Rama në grabitjet e mëdha që kanë kryer. Kjo është themeli dhe filozofia mbi të cilën mund ngrihet një listë hajdutësh. Por po shohim listën e Tiranës, zoti Vasili, është kryeministri Edi Rama, vjen Olgerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikolla, Tauland Balla, Adea Pirdeni, Albana Koçiu, Igli Hasani, Zonja Ibrahimaj, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erjon Male, ku mbyllet pra edhe lista e mbyllur me 12 kandidat. Olgerta Manastirliu është akuzuar më së një herë nga opozita shqiptare për sa i përket aferave në shëndetësi. Vjen pasaj ish kryetaria e Kuvendit Lindita Nikolla, që sigurisht nuk ka ngelur jashtë as kjo nga akuzat e opozitës. Tauland Balla po ashtu është akuzuar nga opozita si i lidhur me krimin e të tjerë. Pra shohim që grushtin e tij të afërt. Po ju s'keni, ju besoj harruat që keni dhe zonjën Spiropali, cila i ka rekordet në shqiptar kur ka qenë drejtore doganave, apo jo? Absolutisht. Se këta këdo që të përmendni, të gjithë këta janë të zhytur. Ju e keni, opozita ka edhe për këtë kryetarin e parlamentit ka denoncuar kush e disa afera të saj, të burrit të saj, të kushërive të saj, etj, ju e dini. Dhe këta janë absolutisht jo të akuzuar, po të super provuar si të tillë. Sepse aferat tyre janë me dokumentat nuk i ka drejtësia, dokumentat i ka drejtësia, sepse janë kallëzuar nga opozita, po janë duart edhe të opozitës të opinionit publik. Dhe pyetja e parë që do bën gjithkusht jo shqiptar, po mirë mo këta të krimur nga gjitha anët, s'ka të tjerë Edi Rama? Por je shumë e thjeshtë, nuk ka si të ketë tjerë, sepse nuk i lëshon dot, sepse janë pjesë të një krimi shtetëror, të grabitjes së madhe shtetit, të ndërmarrjes së të gjitha aferave, të gjitha formave, përderisa kjo qeverisje i ka afera që fillojnë nga pazari më i rënd nga gjithë me kufijtë e Shqipërisë. Nuk do ta harroj asnjëri çështën e kufive të denoncuar me fakte, me nga më shokueset që do rrëzonin 10 kryeministra nga denoncuar nga ish presidenti Meta
dhe bërë publike për gjithë parlamentin e Shqipërisë për 140 deputetët, e deri te miliardat e eurove me portin e Durrësit, afera inceneratorëve, koncesionet, tendrat sekrete që nuk ushtyen as pandeminë edhe u bën me 7 fishë 10 fishë në çmimit, to janë të gjitha në sytë të gjithëve. Dhe sot unë këtë u thash dhe në sallën e parlamentit. Çfarë mandati kërkojnë këta? Këta kërkojnë, ne do të po luftojmë të marrin 4 vjet të tjera. Jo, të 4 vjet të tjera vjedhje. Për këta çdo ditë është një ditë gratitje. Dhe këta llogarisin kështu 4 vjet, 4 buxhet e shteti, herë kaq sa miliarda do rrumbek. Sigurisht vetë edhe gjithë në infrastruktura kriminale ngritur prej tyre. Ku këta janë përdorues dhe pekta se struktura kriminale. Dhe ky është kuptimi i këtyre listave, që ato kanë ndërtuar, dhe asgjë tjetër. Sepse në rast se do bënim telegrafikisht, pra në pak sekonda, një bilanc në 12 vjet, nuk kanë një sektor të vetëm, po një të vetëm. Dhe unë do ishe i pari do thosha u lumt, nuk do më shqetësosha fare të kishin një të vetëm. Të gjithë sektorët e jetës vendit i kanë shkatërruar në mënyrë më të frikshme. Arsim, shëndetësi, bujqësi, ekonomi, sot ke ekonomi kullash, ekonomi kanabis, ata miratojnë pak ditë përpara zonat ku do mbyllet kanabis në Shqipërinë. Kulla, kanabis, koncesione, e tjera tjera. Ka shkatëruar gjithçka. Tu ka vetëm një kategori shumë e vogël, me gishtat e dorës, cilët janë të lumturit e vetëm të 12 vjetë, që janë oligarkët dhe prestanomet, ata që kanë dhënë emrin borx, të Edi Ramës për të qarkulluar parat e tyre. Kaq, 99% e shqiptarëve nuk kanë parë një ditë mbarë, sepse as biznesmeni i mesëm, as biznesmeni i vogël, as shtresat 100.000 pensionist nuk bëhet fjalë fare për ta, nuk bëhet fjalë fare për një arsim mizerabël, një shëndetësi ku 60% paguhet nga xhepi e tjera, nga shëndetësia falet e tjera, nga qytetet, po e vetëm i shifur mjafton. Vazhdojnë ngrirjet ekonomie kullave, vazhdojnë ngrirjen kulla 50-60 katëshe, ku me statistikat e këtyre, dhe këta janë edhe kaq të diskredituar, sa që me shifrat e tyre diskredituar, ka rënë brenda 1.20% shitjet e apartamenteve, ndërkohë shkullat vazhdojnë të ndërtohen papunësisht. 10.000 apartamente, mbi 55.000-60.000 në Tiranë, e ndërkohë helmojnë shkatrojnë qytetet, pse? Sepse duhet funksionojë lavatriçja e pastrimit parave, pengët cilës janë këta, po që janë dhe përdorues një herë aty të tyre. Kjo është gjithë historia. Por nga ana tjetër shohim që në listën e hapur të Tiranës, se që flasim pasaj edhe për pjesën alternativës që jep opozita, në listën e hapur të Tiranës ka emra, mund të themi deri diku emra të fortë, është zoti Xhafaj, janë deputet, janë ministra, të cilët sigurisht një pjesë e tyre është edhe e njohur si mbështetës ose të afërt me kryetarin e arrësuar të Bashkisë Tiranës. Dhe çfarë do të thotë kjo? Distancim apo? Kjo është, jo më nuk është distancim. Kjo është përdorim ashtu siç duan ata. Siç do Edi Rama. I duhet i përdoren në këtë mënyrë, i shpërblen. Dhe rrëmbejnë ata nga ana tjetër. I përdoren në këtë mënyrë, ata janë pjesë e një anturazi dhe unë jam nga ata që as nuk besoj dhe as nuk komentoj dhe u bëj shërbim ndarje midis tyre. Midis hajdutëve nuk ka ndarje. Janë të gjithë një lloj. Pavarësisht ku i vë, si i vë, pranojnë çdo lloj gjë ata, sepse ndonjëherë të tërë emrat që ju përmendim me radhë, të tërë janë përfitues të mëdhenj. E duke qenë përfitues të mëdhenj, sigurisht janë pjesë e pazgjithshme e këtij mekanizmi. Ky mekanizëm për fal opozitës dhe gjithë koalicionet opozitare, por dhe gjithë fuqive opozitare të tjera që frymëzohen nga kjo gjë, është për ta shkatruar këtë mekanizëm në gjitha bullonat e tij. Ju shikoni këtë gjë. Janë se hajdutët janë gjithmonë pasigurt. Ju shikoni, Edi Rama nuk guxon të konkurrojnë në listë të hapur. Nuk guxon. Përballë tij qëndron shembulli asgjësues vrastar për Edi Ramën i president Partisë Së Ilir Meta. Në kushtet më të paimagjinueshme politike, shoqërore, konkuron në listë hapur për dhënë misionin që përballë kësaj bande narko-kriminalësh që kanë rrëmbyer vendet e qeverisë, duhet çdo sakrificë. Ky ka shtetin, ka pushtetin, ka paratë të gjitha dhe është kaq i trembur se nuk guxon. Dhe këtë mesazh duhet marrin shqiptarët. Të vënë ballë për ballë këtë realitet,
presidentin Meta në njëra anë dhe Frika Caku e Rama në anën tjetër, dhe kuptojnë fare mirë se ç'do të bëjnë me votën e tyre. Dhe të kuptojnë që ky është kaq i tërëmbur dhe ky është kaq i rrëzuar për tokë, saqë është çdo lloj vota masive duhet jetë gjëja më normale që duhet bëjnë shqiptarët, sepse ai e ka propohuar vetë që unë jam i rrëzuar dhe mua nuk mbahen këmbët. Sepse në të kundër, me pakta, ky me gjithë këtë pushtet, ky me gjithë këto para, ka rrëmbyer çdo lloj gjëje etj, do ta kishte listën e hapur më të paktën gjë që do bënte. Por shtruku në bunkerin, ku bashkë me gjithë këta ne kanë ndërtuar atë, po përpiqen të ndërtojnë bunkerin për të mbrojtur nga ndëshkimi i nesër. Këtë hall kanë ata vetëm. E qartë, por nga ana tjetër kemi një alternativë, zoti Vasili, pasi jemi disi edhe ngushtë me kohën. Nga ana tjetër kemi alternativën e opozitës, emra të cilët kanë spikatur në opozitë. Shiko, problemi që do në këtu, lista e opozitës, në gjithë gjërësinë e saj, është një listë e shkëlqyer, sepse janë personalitete që populli shqiptar i njeh. I njeh në punën, i njeh në karakter, i njeh moralin e tyre. Po marr një listë që jem akoma më korrekt, të referohem partisë time, partisë që ku bëj pjesë. Po. Lista e partisë të Lirisë, po ta shikoni, kualiteti politik, shoqëror dhe intelektual, pra të tëre komponentët thelbësore që bëjmë, janë të shkëlqyer, personalitete të cilët nuk ke se çfarë u thua. Pra i thua shqiptarëve, po afroj më të mirat kualitete dhe me besimin e plot që këta e përdorin pushtetin në të mirën tuaj. Dhe përballë shikoni se çfarë hajdutësh keni. Përballë Elisa Xhixhu do jetë Taulant Balla. Apo. Përballë Teti Blushit do jetë Ogerta Manasiliu. Tani grapiçar të krimur i keni parë që ka dalë për Taulant Ballën edhe janë këta. Përballë Zoti Axhinaso, banditë të tjerë. Nuk po them zotën Brunella Xhiu që absolutisht një figurë e shkëlqyer, e re, me tëra kualitetet që përballë saj janë edhe më keq akoma, sepse kuptohet që diferencat janë shumë të mëdha ndër integritetit saj. Pra po mora vetëm për një shembull. Po kështu është betejë që ka për zoti Berisha. Dhe për ta konkluduar pyetjen, përgjigjen time, në opozitën shqiptare ka dy njerëz, që njëri quhet Sali Berisha, tjetri quhet Ilir Meta, të cilët kanë bërë të gjithë sakrificat për të mbrojtur në radhë parë pluralizmin dhe demokracinë. Po të shikoni veprimet e presidentit Meta në radhë, që kur do bënte reformën drejtësi, që bëri gjithçka për të përfshirë opozitën, nuk pranoi zgjedhje pa opozitën në 2017. Bëri në zgjedhje 6 marsit, ju i mbani mend, në atë kohë kur doni të bëni gjithçka për të dëmtuar dhe asesuar rithemelimit, ku nuk jemi as vunë as firmë. Po kështu zgjedhjet 2021-shit. Pra ka ndërmarr aksione, po ashtu dhe qendrestaria e zotit Berisha në izolimin e tij të gjatë të gjitha, pra dy burra shteti, të cilët kanë mision pluralizmin dhe demokracinë. Dhe vetëm funksionimi i tyre është shpëtimi i Shqipërisë nga ndëshkim mbrojtutët. Në të kundërt, Shqipëria pastaj do të përfundon në gremin ashtu sikurse është duke përfunduar në këto çaste që flasim. Zoti Vasili, falenderoj që ishit me mua në këtë bisedë.